Skandal në Përputhen, përplasje fizike mes djemve dhe akuza për alkool. Episodi i fundit i reality showt Përputhen ka degeneruar në dhunë fizike, duke detyruar produksionin të marrë masa të menjëhershme. Një debat i ashpër mes dy konkurrentëve, Ibrahimit dhe Josipit, ka kaluar çdo kufi etik, duke përfunduar në një sherr me grushte midis studios. Nga batutat e dhuna, gjithçka nisi nga një provokim verbal. Gjatë diskutimit, njëri prej djemve i është drejtuar tjetrit me shprehjen të dogji, një koment që shërbeu si shkëndij për tensionin e mëtejshëm. Situata u përshkallëzua me shpejtësi kur konkurrenti i fyer u ngrit nga vendi me tone të larta. Debati verbal kaloi në kontakt fizik të drejt për drejt. Produksioni dhe konkurrentët e tjerë u detyruan të ndërhynin për të ndarë djemt dhe për të shmangur lëndime. Është i dehur, nuk po aktron. Përveç dhunës, një tjetër detaj që ka shokuar publikun ishte reagimi i njërës prej vajzave në studio. Gjatë kaosit, ajo dëgjohet të thotë se njëri prej protagonistëve nuk ishte në gjendje të kontrollonte veten për shkak të alkooli. Është tap, nuk po aktron, ka pirë alkool, u shpreh ajo, duke hedhur hije dyshimin mbi gjendjen e konkurrentit gjatë xhirimeve. Masat e marra dhe reagimi i publikut. Si pasojë e thyerjes së rregullores, produksioni njoftoi pezullimin e menjëhershëm të Ibrahimit dhe Josipit nga programi. Ngjarja ka nxitur një val kritikash në rrjetet sociale, ku ndjekësit dënojnë shfaqjen e dhunës në një forma që supozohet të promovojë njohjet romantike dhe komunikimin civil.